Mirëmbrëma të gjithë shqiptarë kudo që jeni. Unë lutë Zotin të jeni shëndoshë mirë bashkë me familjet e juja, shqiptarë, në troje shqiptare. Edhe ju mërgatë të dashur cilët keni marrë rrugë dhe keni ardhë në vendlindje. Uroj që të kaloni mirë bashkë me familjet e juja. Është kënaqësi, është krenari, jep një hieshi vendit kur të vini, e Zoti ju shpërbleft e ju rujt gjithmonë. Sonte do nisim emisionin pak më ndryshe. Unë do i kërkoj regjis të shfaq një fotografi në ekranet tona. E njëkohësisht ju shalut 2-3 minuta vëmendje për me fol për këtë fotografi. Kjo që po e shihni në ekran të dashurit e mi nuk është veç një fotografi. Kjo është një dëshmi që do të ngel edhe ato ditë kur ne nuk do të jemi këtu. Plot 16 vite aktivitet të shoqatës son në gjitha trojet shqiptare. Kjo është histori në vete. Histori e 16 viteve që nuk kanë qenë as pak të leta. Por, ajo që na e dim brendësin tonë, 16 vite pastërti, angazhim, gjithashtu ju kemi thonë gjithmonë edhe mësim për neve. 16 vite ecje e këti karvani humanitarë. Sot, i kemi dhoni jetë krejt aktiviteteve tona. Ju kemi dhonë shpresë mbi 2000 familjeve që janë bo me stre, me shtëpi të re, e shumë aktivitetet tjera humanitare. Para 16 viteve, ne kishim vetëm ide edhe angazhim për të hapur një kuzhinë humanitare. Para 16 viteve ishte themelimi i shoqatës bamirëse e jetimat e Ballkanit. Por, për me fol për 16 vite, na duhen orë të tëra. Unë jam mundu me i përmbledh në pikat shkurtra, në këto minutazha të shkurtër, me ju fol rreth ecurisë së shoqatës bamirëse e jetimat e Ballkanit. Është bo traditë dhe zakon që çdo fund viti shoqata bamirëse e jetimat e Ballkanit të mban një event madhështor për fund viti dhe të shpalos aktivitetet e saj brenda atij viti që ka bërë. Kosovën tonë të dashur këtë vit, apo këtë fund vit, e gjen edhe fushata zgjedhore. Pikërisht për këtë arsye, neve kemi shtyr eventin e fund vitit por me bo me rastin e pavarësisë së Kosovës, 17 shkurti dhe me i shpalos aktivitetet e vitit 2025 njëkohësisht, me inauguru edhe 2 mega projekte të shoqatës sonë, atë në Gjilan dhe në qytetin e Podujevës. Shoqata bamirëse e jetimat e Ballkanit këto 16 vite ka që ka tregon për dhimbje e sakrificë, ka që ka tregon për humbje shprese e vetmi. Megjithatë, të gjitha këto ju jeni bo shkaktar dhe jeni bo mbulesë edhe shpresdhënës edhe ngrohje e shpirtit të vetmuar që keni ndërtu këtë shtëpi në Gjinës të Suharejkës. Në aspektin e mësimit, thash kemi mësu shumë këto 16 vite, që kur ka unitet, atëherë çështjet e mëdha na duken shumë të vogla. Jetimat e Ballkanit është ndërtu dhe themelet e saj për të ndihmuar nevojtarët, pa dallim
besimi, apo bindje, apo partije, por me ndihmu secilit nevojtar që ka nevojë. Jemi mundu njëherë për vete me qenë të sinqert, me Zotin, me vetën tonë edhe me juve. Andaj edhe Zotin na ka hapur rrugët edhe na ka sjell në këto ditë ku neve dalim ballë hapur para juve me këto aktivitetet tona që i kemi bën. Kemi ndërtu shumë shtëpia, mbi 2000 shtëpi, edhe kemi ngjall shumë shpresa. Kemi dhënë shumë qelsa, po mbi gjitha ju kemi kriju, kemi dhënë dinitet. Kemi ushqyer shumë barqe, por edhe kemi shëru shumë zemra. Sot pas 16 vitesh, kjo fotografi nuk e kemi plasu me tregu suksesin tonë, por kjo fotografi flet më shumë për besimin tuaj që na keni dhënë neve. Na tregon se njerëzit kur bashkohen për të mirë, edhe mali qahat dhe bëhet rrugë. Sonte përveç krenarisë, kemi edhe përgjegjësi, sepse vendi ynë ka pasur nevojë i dalur nga lufta për një iniciativë të tillë, po në këtë grad ju ishit ata që na sollët sot në këtë ditë. Zoti kur mos ju. Po kërkoj një fotografi tjetër. Unë para disa dite kam vizitu komunën e Malishevës. Na shton për një banor që ka ngeli vetëm mes të ftëhtit dhe me kushte shumë të rënda. Edhe falenderoj Zotin edhe gjithë ata që t'jenë bosh kaktar më na dërgu të ky i moshuar. Edhe kemi gjetur veç vetë i mërdhim edhe me kushte të rënda. Është Hamet Morina, një fotografi që flet shumë. E kemi pa që ka bo buj kjo fotografi. E unë e falenderoj Zotin që neve na ka bo shkaktarë me gjetë këtë banor dhe me prunë në shtëpinë e ngrëtsisë së zemrave, në shtëpinë e shpresës, në shtëpinë e jetës së re. Ne kemi përgatitur një histori të shkurt për bacin e Hamit, po e ndjekim bashkë. Mërdhin e zuko vijë prizëm du. Po shkojmë me pa një plak të vetmum. Jo që është vetëm, ajo që të shtinë dhej për zgjalli është me pa kushtet dhe vendi ku po jeton. Po shkojmë bashkë, po i njekim të pamje, Zoti kur mos. Qëshje? Dhe dole ku s'mut të këmë. Zdi su për e këj. Këtë trumë nuk të mërdhin e këmë. Së mëj! Pse? Këtë pjedhejnjes. Gjithë ka. A që tu jetua? Po bre. Dhejtëm jo ku për mu. Dhejtëm jo. Që që shka një venin. Këtë ka bon. Shëmni. E që sa ku jetan qëtu Hamit? Që 4 vjeta, 5. E përpara ku ke jetu? Një ku poshtë, në shpi, se më ku në atë mire ku më të atje. Ku në ruën, me që tonë, me më varu shpine, me asije.
po që zezë. S'ko pas me në alë. E lele me vetë s'ko pas, e. Mërdhine s'ko me i prizëm du. Edhe 5 mu i bëj gjerdaj. Qu, hajde. Hajde. Qu, hajde me mu përshkojna me një vend bashkë. E ka... Na, këna mi u dhonë pamje të shpisë ma, na është pa përbalushme me qëndru këtë në pamjet ku ka jetu. Një mërdhit ashtu e kinë zajtë. Jem në ambientet e shtëpisë të moshuarve, afër meje kam një banor të shtëpisë, është Baci Hamet. Hamet Morina. Baci Hamet ka bo buj, fotografia e tij. Kjo është foto kur kemi shku për me marë gjendën që kemi gjetë. Sa i bone në shtëpi? 75-6 ditë më duke. E 6 ditë. Të këna gjetë në kusht të trona, i marrajnët. Sa kohë ke jetu që aty? Ai, që 5 mujtë. Nuk keni morën komort në lëshës. Nësë mirë nuk ka morë vetë i 2 vite akon. Nuk ka kullë 2 kojtë. Sa i me tha pajtimet e balkonit. Sa zotë i rrujtë. Me nërë në kërë këminja dhe në orë. Oke, kër e erdhe këtu, je konë shumë i mërdhënjt. Shumë i mërdhënjt, jo, po jem ku kështu i reskopitën. Jem ku shumë i... Që është pretën këtë stafi këtu? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, respekt. Unë më mirë shumë gjojnë, këtë i drejtë. A je konë i martum, nëjherë? Po. A ki pas fëmi? Jo, fëmi s'ku. Këtu ju falenderit shumë, me gjitha sene, s'ka e kini. Sukur një fëmi i vogël, e ki porën, ku ta lënë nona, që është të më ka kësjurë. Ke ndryshu edhe në pamje kretë, qysh je konë, qysh je... Ja, që është të, e vërtetë. Pro, e sholla Zoti një mënë, e sholla Zoti shplenë. A ke gjetë shoqni këtu? Po, mirë, me qëtë pësofën, këllë mirë se të në bashkë, më një dhumë, unë zbëjzo. I këshirë për më të minja, një thosha, po i thëmë, a fjeta për shuva, qysh për kalana, në rejla. Edhe me këtë, me bijë dhe me ato rrije. Në ka himë ma vedi që si suj në ka himë, rejë bashkë. Ko ke ambientu? Po, ja, për që ta, stuta. Shala kish netën, Faleminderit shumë, kalon mirë këtu. respekt, unë në gëzuëm, i sholla Zoti, mas mosha më ta këthi unë, i sholla Zoti ta këthem. Me të mira, me gjitha senet, që është të zemra jote. Kjo është Baci Hamet, Hamet Morina, edhe një ndryshim drastik për të mirë. E kjo falë kontributit ju i këtë qeni. Baci Hamet ju urojmë shëndet e jetë gjatë edhe se cilit banor. Se cili banor që është këtu, ka të ndryshu krejtësisht për të mirë. Inshallah kjo shpika imër, e gjithmonë është edhe do t'jetë në dispozicion të gjithë atyre që kanë metë veç në pleqnin e tyre. Zoti kur mos i humbë, Zoti i ju shpërbleft.
Baci Hamit Morina, rilindje nga një situatë shumë të rëndë. Në njërën anë, një ftyrë e lodhur, sy që flasin shumë. Një trup që ka bartë peshë më shumë se sa i takon. Një njeri që ka jetuar mes rrugëve, mes ftoftit dhe harresës. Në anën tjetër, kamera le ta fokuson, Bacin Hamit është një njeri jo në të njëjtën gjendje. Një njeri plot shpresë, dallim edhe shikimi i parë me këtë të sudit. Vetëm brenda 24 orëve, jo muj, jo vite, por 24 orë, uri lind Baci Hamit. Ushqimi ngrohtë, shtrati pastër, fjalë të mira, mbi gjitha ka dikën që i thot mirë se erdhe, mirë mëngjesi, mirë dita dhe mirë mbrëma. Mos ki dert Baci Hamit, këtu je i sigurt. E krejt kjo, vëllezër e motra, nuk është magji, por kjo është dignitet njerëzor. Sepse njeriu përveç nga varfëria, në këtë gjendje bjen edhe nga vetmia. Ky njeri, edhe shumë të tjerë si ky, nuk kanë nevojë për luks. Kishin nevojë vetëm për dikë që ti shehte, ti dëgjonte, mbi gjitha ti pranonte. E na e kemi pranu Bacin Hamit edhe shumë banor tjerë. Ai sot nuk është më një numër, nuk është një hije në rrugë, ai është sot banor i shtëpisë të moshuarve jetimat e Ballkanit. Ai sot ka emër, ka dignitet dhe është me shumë vëllezërve dhe motrave këtu në shtëpinë e të moshuarve. Kjo është shtëpia e strehës së shpirtit që ju i jep një frymë që ju e mbani të gjallë. Donator e bamirës, me familjar e farefis, e këtë ju do zemra. Zoti ju rujtë e ju shpërbleft. Po vazhdojmë emisionin me storien e përgatitur që ka përgatit stafi për këtë emision. Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna Prizrenit. Sot kemi ardhur me dërzu çelësat e shtëpisë të re Bacit Hetem, është Hetem Mezairi me familje. Sa Hetem? Ordna çelësin. Faleminderit shumë. Inshallah gëzani. Faleminderit. Hajde, bujur. Tashmo, veç jena në ambientet e brendshme shtëpisë të re Bacit Hetem, e na po i lana me pomit se çush ka qenë vizitën e parë. Selamu alaikum. Si e? A je mirë, a je rahat, si po kaloni? A ka bujrëm? Hajde, prinde. Sejfullah Üzeyir. Sa vjeti ki Sejfullah? 44. Mashallah. Allah i trujt. Veç të që 4 vjet jam, s'po më ish. Pse? Shka më? Shpina po dhëm. Jo, MS. MS jam unë, multiple skleros. Allah i të letësu. Amin ja rabi, inshallah. Unë në penzi. Penzi. Veç Allah ka pak dhe shoqata gjatë. Po, me angër me pje bo, po me shpi jena pak. Unë sunet si që 4 vjet, a smut jam që 25 vjet. Gati 24 vjet. Jo një koma, jo dora, jo anë jo këni. I musha do infuziona, do opet mirë,
apet keq, apet mirë, apet keq. Mua tash. Unë kam marrë me edhe lajmin se po bëj me shtëpi të re. Inshallah. Faleminderit. Një shtëpi të re? A ke prit lajmin e jo? Ty Allah të lecoft. Kime pasë dhomën tonë tash më mirë. Kushtet më të mira. Inshallah. Donatori vetëm i kësaj shtëpie Abi Qashia. Faleminderit. Abi janë ata që kanë dhënë parët për me të ndërtu shtëpien. Përhaj. Faleminderit. E gëzofshi, përhaj. Faleminderit. Baca hetem, më ndryshe tash. Po më ndryshe që tash. Faleminderit për atime shumë. Jena gëzu që ja kanë bërë këtë ndimin neve, se s'kena pas kushtet me marru shtëpien. Inshallah edhe atime Zoti i jep edhe sa më shumë. Abi Qashies. Amen. Një shtëpia vllak s'ka, se na s'ka. Pastër. Edhe për qeshin e djalit shumë ma letë se unë është i rraf shkrejt me koliq vetë po shkon punën e vetë për krym shka ka nevoj, se ndaj me kolic. Në për shkallë s'ka me hypë, s'ka me hasi, krejt vetë. Vlin cekët se donatorët vetëm dërtimit shtëpisë Bacet Hetem janë pranorët e Abi Qashis këtu në Prizren, që na i falenderojmë për ndryshën donatorë të rregull që qatës tonë, e na po ja bëjmë për herë Bacet Hetem edhe po e lona me pamjet e shtëpisë të re. Zoti ju shpërblet. Bacet Hetem, për herë ju koft, inshallah gëzoni. Faleminderit shumë. Familja gëzov shtëpinë e re, shumë herë ballafaqohemi me raste të cilët me të vërtet du me ndihmu, po nuk mvaret prej neve. Çështja e shëndetit shumë familje që ballafaqohen me to, është çështje që na nuk mujmë me ndihmu, por ju e na, përmes neve, mujmë me lehtësu. Në shtëpinë e vjetër, djali 44 vjeçar me karrocë, gjithmonë u duke dikush me bajt për me shti në shtëpi edhe me kushte jo të mira. Po lehtësimi vjen se shtëpia dhe e ndërtuar e re, ndërtohet në kushte që ka nevojë kjo familje tani pak më lehtë, më mirë. E neve për pjesën tjetër ngelet me thonë Zotit, o Zoti unë i dashur, shëroje djalin e kësaj familje dhe shëroj të sëmurit kudo që janë. Kurse në anën tjetër, historia e jetima Ballkanit nga fillimet e saj ndërlidhet me kompaninë apo korporatën Abi. Një familje biznesmene nga qyteti Prizrenit. Veç unë që ka jem dëshmitar para Zotit mjaftën me dëshmu nesër të Zotit për këtë familje. Zoti e rujt Bacin Irfan me vlezër, e djem, e familjar të gjithë. Shumë herë kuzhina jonë në fillimet e tona në qytetin e Prizrenit, i kishte punë shumë ngushtë, na veshën punë me u pështet për muri. Po, si kur i dashëri Zot, kur dën një punë të hajrit për me vazhdu qënë edhe sebepa. E pikërisht sebepi, shkaktari, për mos më mbyll,
për me u lecu çështja kuzhinës, me punu kuzhina, me vazhdu punën e saj, ishte Baci Irfan, ishte Abi, njëherë Abi Centrë, pastaj Abi Plus, pastaj Abi Qarshia, Zoti, kur mos ju humë të inshallah, Zoti ja ushton bereqetin. Qashtu qysh jeni bo sebep ju për mos mundal na, Allahi ju bof sebep juve për punë të hajrit e ja ushtov bereqetin, ja u falë shëndetin. Unë jam mirënjohës, jo vetëm unë, po dhe stafi edhe banorët, për dorëdhënien që nuk ditet me ndal asnjëherë, jo vetëm për shumë familje nevojtare, gjithmonë Halil, edhe nëse ki dikun prej stafit ka nevojë, çka të muj me janë gjitë dorën me mundësi tona. Zotit shpërbleft Erdin e Baci Irfan e gjithë juve, Zotit kërmësuhin. Po i kthehemi edhe një herë shtëpisë të moshuarve, e kemi thonë shtëpia me 12 dhjetor të këtij muaji ka bo 5 vite aktivitet. Edhe për neve, si staf, nuk o kon e letë me nis një aktivitet shtes të shoqatës sonë pa përvojë. Nuk kishim krym kurse apo trajtime që të miremi me moshën e tretë. Po ajo që ka kemi ditë me bon, kemi thonë na për ndërtojmë këtë shpinë, po i bim ata që kanë nevojë dhe që kanë ngel vetë, krejt që ka muj me bon me shti shpirtin tonë funksion tyne. E me gjithë shpirt e kemi nis edhe vazhdojmë këtë aktivitet. Ka bo 5 vjetë me 12 vjetorë. Shtëpia ka 70 banorë, por me fillimet, mas ju hap shtëpia, pam që ndryshoj situata komplet e shoqatës. Vishin njerëzit e shishin shtëpinë edhe u habitshin. U morën iniciativat ndryshme për ta përthaku këtë shtëpi me donacione dhe me përkrahje, edhe mbështetjen në shumë forma, në shumë mënyra. Dikush kërkon të vi edhe të ditën të rri vullnetar me banorë, për banorët. Shumë institucione shtetërore dhe private shprehnin nga dishmërinë e tyne që të vinë t'ju shërbejnë banorëve dhe kësaj shtëpisë. Shumë laboratore të analizave gjakut vinë edhe kryjnë shërbimet e tyre gjithmonë në formën vullnetare. Shumë doktor e mjek në profesionet të ndryshme, duke në thirë edhe duke aranxhu takimin ditën, orën për më ardhë me kry shërbimin e tyne për banorët. E njëri ndër ta, doktor Arsim Thaçi, i njohur për shumë kënd që ka pas nevoj me qenë klienti ti. E doktor Arsimi ka arë në shtëpinë e të moshuarve, ka bon një vizit banorëve. Unë i jam bërgjli personalisht se kam kry një intervenim, edhe nga aty jam njoft me doktor Arsimin, edhe me njëherë ka shprej gatishmërinë me ardhë edhe me bon një vizit shtëpisë të moshuarve dhe kontrol të gjithë banorëve. E na në shenjë respekti dhe falendrimi më e pakta që kemi mujtë me bon, kemi përgadit këtë histori. Jem në shtëpinë të moshuarve jetimat e Ballkanit e sot kemë nderin me pas musafir një doktor të njohur, një specialist, një orëlis, është doktor Arsim Thaçi. Sa për informat, unë kam pas një sprovë vend, edhe doktori më ka operu, i ka durët shumë mira. Ka dëgju për neve, kemi folë me doktorin edhe ka shprej gatishmërinë për me ardhë me ja u bo një vizit të gjithë banorëve të shtëpisë. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje, Zotri Halil. Kënaqësi të jem këtu në shtëpinë e jetimat e Ballkanit. Një përvojë e jashtëzakonshme me shumë emocione. Edhe kam fatin e mirë që njihemi nga afër edhe që jam këtu. Doktor, është hera parë që po viziton shtëpinë e të moshuarve. Është vërtet, është hera parë sot. Cilat janë përshtypjet e juaja? Njerëzit që kanë nevojë dhe kanë gjetë një kulm mbi kokë,
kanë gjetë qëndrimin, fjetën, ushqimin, kujdesin shëndetësor, trajtimin nga mjekët psikolog, nga mjekët stomatolog, të ashtë nga unë pak nga mjekët otorinolaringolog, njerëzit që ka nevojë t'ja shtrim dorën edhe t'i ndihmojmë atyve, t'japim një fije shpresë. Kosova ka nderin me pas Arsim Thaqin, doktor i specializuar i ORL-s në Kosovë, i cili studimet ka përfundu në Graz të Austrisë. Për ndryshe, unë s'po flasë më tepër për doktorin, sepse flet vepra ti edhe shumë pacient që kanë kalu në përdur të ti. Doktor, në emër tim, në emër të stafit edhe të banorëve, shumë faleminderit për kohën që ke gjetë për këtë vizitë. Shumë kënaqësi edhe shpresoj që do t'ju dalë ndihmë juve edhe misionit tuaj të shenjtë. Shumë faleminderit. Na po e thirrim banorët edhe po e nisim. Zoti ju shpërbleft. Ne edhe një herë falenderojmë doktor Arsimin, Zoti e rujtë dhe shpërbleft e emisionin ton e vazhdojmë në historie. Është hapje e një pusete, një bunari për një familje. Ajo është ka deshta me cek në për këtë storje, është që familja ka pas nevojë shumë për ujë, po donatori i cili ka këmgull me konë anonim. Na ka rrafy një histori që na ka prek gjithve këtu në Kosovën tonë. Para disa muajve, një vajzë të re në komunën e Kamenicës provohet me një smundje të rëndë. Ajo është Greta Kryeziu. Rasti Gretës është bo publike dhe është kërku ndihmë nga mbarë shqiptarët. Organizohen shqiptarët dhe mbledhin shumën e kërkuar, por për fat të keq, caktimi i Zotit, Greta nuk jeton më. E dikush që ka kërku me ngel anonim, ka sjell një shumë parash për shpirtin e Gretës dhe ka kërku që një familje që ka nevojë të hapet puseta, të hapet bunar. Na po e ndjekim storjen për hapjen e bunarit kësaj familje. A shumë matë e posë përbem për huj, dasha kena pak ma letë, dash e i gaule për huj kretë. E morë të këshia uj, e morë ka një kufe, 10 lidra sëna, morë të asha kena pak ma letë e kem. Faderë shumë këta që ka vizitu, faderë shumë, shala zëtë e runë, shala shpërdejtë. Ky bunar është hapë në komunën e Shtimës, edhe një herë unë e lusë Zotin, inshallah, është sadak për shpirtin e Gretës. Për shpirtin e Gretës, edhe deshta më ju informu që kësaj familje që hapë bunari,
njëkohësisht është duke ju ndërtu edhe shtëpia nga shoqata bëmirëse e Jetimat e Ballkanit. Një familje me storje të prekshme dhe me gjendje të rëndë e kemi gjetë, po elhamdulillah gjithmonë duke falendëruar Zotin edhe juve, shtëpia po i bëhet, bunari ju hap lehtësim o njerëz, lehtësimi na po mundojmë me lehtësu bashkë me juve Zoti kur mos ju humb. Para se me shku të historia tjetër, shpirtërisht po them që po m'vje shumë mirë që ka të atill njerëz që edhe pas vdekjes i kujtojnë të dashurit e tyre. Qashtu qysh na ka mësu i lumi, i dërgumi i Zotit. Mos i harroni të vdekurit tuaj me dua, me lutje edhe me sadaka. E sadakaja më e mirë uji, jeta. Inshallah Zoti na mundson për të vdekurit tonë mos me ndal lutjet edhe duat asnjëherë. Edhe na jep mundësinë për me dhënë sadak për ta. Historia tjetër të nderuar vëllezër e motra vjen nga komuna Lipjanit, edhe kjo është një historie me historinë e vete. Edhe prekse po ndjekim historinë edhe kthehemi në studio. Dhe pozë bre viç një shpi, viç të atë bira ato. Falë, qenve, ka një mu shumë. Pra unë është bëzë, zdi që kisha bore. Nësë t'i kishë posë rrethi, pa t'kallë dzej, ka tunë, si ka të nuk ka një mu shumë, e kanë ditë që kam citatën. Por problema, në dimë socialit jam me hanga me pi, a me siguru i djau që 5 muaj vjetë në për mjekë, pa shijet. Këni kullëm i kukë s'kam, kam nevoj për një kullëm. Në pas mundësi. Porres vot, 30.000, qështë? Po, jam Arbeni, byshatit të Sines. Jam 5 antashe, 3 vajza dhe më thonë, të dyja, e një është parashkallër, dhe më thonë jam 5 antarë. Unë jam i smut të dhe që 5 vite, po dikon mas 2 vite gjysë unë shku, që s'kum pas qa pas që se na ma e lajnë aja sa djenesër, edhe kanë parapar mjek që nuk kam nevoj për aparsen, po dhe më kam nevoj për rrezatim edhe me terapi komatrane. Edhe kur bon tash mas 2 vite, tu e shty, gjithmonë kum hjek, kum pas dhe më të lashe gjithmonë, edhe erë puna që nuk po ta qare apet pa shku, ta do të më bo aparsen. Tash që përshqeni jam me kese, dhe ndest, tash 5 muaj që më bo. Dhe kom prit rezultatin analizat i kanë qu dikon në Turki, që të parë në shkallë të marë, je keqe. Mi po, kër u dosh me një terapi, tash dhe më ha bane 3 muaj që keset pa hift. U po ta bloku në urinë. Tash më kanë shpollën në shpinë, dhe më ha më kanë shtu për pa, kom hinë në dializ, edhe tash jam e të sejo që 3 muaj, që tash dhe më thonë që të hanë që shkaj, jam hinë terapi tek, më kanë pranu, kom nga me në fëzionë, kom nejtë në stëmë në përna balon, ta me ka 5 ditë 2 javë një në pëndzio, tek tërna e bona e puna për me hinë në terapi. Se si plesej shakushët, infekcion që 3 muaj ditë që halas, së një këmë të sejo. Tash dhe më thonë jam shkua këtë, kom bëha pacjen për me marë terapinë, se vejnë atë u paten dopsu. Më thonë gjendja është kritikë se jam ngosh nuk kam të marrë që 5 vite pa marrë një cent kërkon, mendim social jetej. Falë shesh njës, rrethit, unë ka një mu të këtë, unë ka përsy mirë. Se së një kësha dalë, tash për shumë edhe terapia që 2 herë, edhe njëri e sjellë një herë, terapit po do të 200 € mi siguru që kam faktuat, po do të më pagu.
djali i minjës mi ka çu pis jashtë për terapi. E tjetra është që kolëm mi kokë tamin nuk kam, se ta kisha pas e keqe, po e di që është e jamja. Pas kolëm mi kokë s'kam, kam nevojë për një shtëpi me ditë që ta fmi ku pilon, mora atu dëkën. Valloj zër pasha zëdhe shumë. Sërë. Shtirë më një dhëmë që të, shka me bo? Ti shka bëlish në është, kish punu. Po, që 5 vita më kanë smut, shka me bo që shtë? Sërë ish bëllë. Kër shka vëdhësi isha lotë, vish në i shpi, më në marro bëli, që të për 7.000. Se pështire vëlloj bëllë. Pra unë është bëllë, zdi që kisha more. Nësë ti kishë posa rrethi, pa të kallë dhe ka tunë, si ka të nuk ka një mushëm, e kanë ditë që kam se të atër. Por problema në dimë socialet ja me hanga me pi, a me siguru i do që 5 muaj vjesh në për mjekë pa shijet. Këni kullëm i kukë s'ka, kam nevoj për një kullëm. Pas mësi, me di që është e jam me një dhëmë njo, për e di që e jam, se kjo është pengesë për lotem, së dhe është pa marrë të u, në po ku e bjen, së asë shuë që se dhe ma e në zone. Këni i musë në më largën ku me shku. Si e në mundësit me pagu kër gjo. Më thonë për shamë me qira me dalë, mjallë shua dhe shka. Dhe më thonë, s'ki tash, ti që shka, a i gjëmë Allah, dhe të më shtu një që e mo. Letësa është mirë se me kam shnesh, me këtë ndim sociale, ata le mo për dhët apshe, për shdo ditë që fakturat e kam këtë i kam dokumentet që e më smut për shdo ditë. Pa kam, bili me kukra marrua, ti përdor 100 parë, asë pi terapisë, vish të villë që një avdet, tek që tash komis me pi ujë, hishë që da ujë me pjesë kur gjasë kokra, si kokra së një pi. Jo vish me qaj, me kamelisa, me dishka, se ujë të tefë, të nuk e dëheq. Shti, për shemë vatësh. Nësë të shakon që të smuj me pasa, nërë se njeri kisha përnu me jadel për bjellafis të qysh. Ama tash më kanë bërë shumë për shumë e bërë. Që ka shkuaj nalë. Dhe posë bre vishë një shpi, vishë të atë bira ato. E bo dhe bële shkull, ble, to, ble, ba to. Ka des për kia vodësi, e këtë për vinë të rritë, më është më një dhëmë, ku me fitë. Qa me bo, kësë mund që shtë, se të për nesër. Më një sociale, po dhe të këti i loqet, është bekese, s'bot, dhe të mja ble, s'po dolin valloj. Qa me bo. është shumë vështirë, po qa me bo. Ai që ka mundësi, i kësha lutë vish një shpi, më në maro, sa për 7.000 bili. Arben, përshëndetje. Arben Moka, fshati Rësinac, komuna e Lipjanit. Arben, a jema mirë? Po mirë. Mirë me sa. Shënë e bo. Sa vjeti ki? 47. 47. Qysh, apo mund me përbalu me gjeti lachet për terapi? Me gjithë pa gjinër, po mas problem të i pa edhe parën me bo me ases, se a i do që pa gjinët, po kushten, me qëfar kushten me marë. Se kush i thash t'i shkon një apet, po tash as vetë se dhja i marë 5, a 6, a 10. Me zgatë ma shumë për terapisë, si kam saktu në 2 ko marë, e një 2 më ka thonë besaj që të cilat e hekëm tash nuk e di as vetë sa mujnë me marë. Jeti bërë rezatim? Jo, kimioterapi jam të marë trona tash.
Kimjoterapi, po. Ti tash si më plotësu kushtet, se në step që thash me infekcione sane, tash jam të hinë kimjoterapi, jam të marrë, çdo 2 javë kam ka një. Ku në Prishtinë? Prishtinë, po. Në ekologji. Çfarë diagnozat kanë thënë? Po mu ka thonë që lejt kancerit para në shkallë. Kom borë të tem 28 dit, para 2 vite, kom marrë të kimjoterapi, s'di, s'm kujtuar se kom marrë. Mirë po s'pata sukses, në një mjek e bësha kontrolën në step, dikura puna o blokova kajtë, u do të me një, tha, operacion me kesë do të gjithë qysh. Kër kryta operacionin, shkova infektua, ta man do ishtë rani me hinë në për terapi, unë blokova kajtë, më pështu ta për një ditë të konë shumë, s'kena pështu në dializë, do të me hinë, më pështu se ta ke mujtë me konë për gjithmonë. Edhe, tani e banë në shpinë, e derdhe në ujtë mërna për 7 tërë, dikun 9 kese i kom qitu 2 litra, që pas bloku kejtë. Tash jam haloqe, që se jo të halasë të kryer infekcioni, kom qitë terapia, kom morë në për balon, ta me ka 5-6 dit, shkoj shamin terapi si plëtëse kushtë. Dikur tha, shkon infektivë, së s'pëdim, ata din ma mirë, shatë qesin, ku shkum që ditë më nalen më nërë, kom nejtë dikon 13 dit. Ata më kalëshu tash, jam shku, ku shkua me një terapi, ja, tha do të më shku më shku të gjëks, se rejnat e dept, për me gjitë atë pjesën, për me marrë infuzionit. Tash e kom gjitë ato, ku shkua, tash më kanë pranu, jam në vazhdim me terapi tash. Apo ka kush me të bajt, me të qua, me të pro? O, Allah, falë që këtë djoli migjës në stepu me, se o pravu me kësi senë, Allah e ka me, nuk ka mujtë më mnejtë gati. Aj që asë shu që një mujtë, peks një mujtë ditë, tek ku i kom ikë penjët pikesës, aj dhe me thonë orë më ka pastru, më ka nejtë gati. Më ka qu, më ka si se më pravu, ka pastru janë familje dhe, më ka i gjënë shumë një fjallë. Aj ja di për njerë, ama më më se puna financa, unë në qëtu social, po bjellohi shtesat një, e kom dalë dhe qysh. Po të punat e kontrollat sa kom ga që 15 ditë të ka problem. Po kanë të bu katuni, po në organizu, kanë i mu se bepija, me qësia. Shumë, asë edhe më një mbujnë. Te këtë më ka një mu, tash shabonë të e kënej nuk e di, që tash terapi, në për më rritë djoli minjës, mi ka që dëshirë për terapi. Po ti së më pëngosht të gjithë, se një thu qamë, një më në herë 2, me deshtë së një më heqë, më ka një mu balë, ti tash s'di sërët, së më një tomë tash për terapia nëse s'gotë edhe 10 herë me morë, ku dhe me tha? Arben me gjithat, ka njerës që më shtajnë smut maronë së ty. Po nuk i kanë që ata që janë gjesin në dorën. E kur të sprovohet njeri me smundje të rana dhe nuk ka dikush kush i rrinë gati, janë gjatë dorën, është edhe maronë. Na duhet mu mësu me marë situatën dorë. Nuk ka smundje se s'ka ilaq. Do të më mbështet lumit zëtë edhe me kryt terapit. Po mbi gjitha me nxerat adrenalinin e forcës mena për mena, ku e ki edhe me thonë që unë kam i dalë balë, që sa edhe kam u shnush. Është shpresa ajo që e ngjall njerin. Ajo dorëzimi. Shka të bje për Zotit mirë sa artë. Po, s'ki. Edhe gjitha smundje është pastrim. Ty të pas ka nejtë gati dhe i sot. Kush pak e, kush ma shumë. Shumë ja di për njëse, nuk më imi hupë se njëse e hupë në Zotit si ja hupë. Mështë të ishë në këtë havë, s'di që e kësha dalë. Po ka posë se cilës jam, është ka ndodhë që më kanë organizu pa posë kur gjohë katonor e di gjendjen temë, edhe ka në firmë punës, ka morë kur domi bashkë në fund mujt, rrugat i ka organizu, i ka pru, që tash 480 aparat, me që tu e kom shtu të këtë për shumë pak, dikush aty, dikush sa shtuaj një hupë. Zoti është problem. Aty një që më ka limu. Emri ju i motër? Fahrije Moka, jam. Fahrije? Po. E kishi 3 vajza? Po, 3 vajza i kam. Shpit jujen pëse s'keni? Valloj, s'kena. Ne ko bashkë me vllazni tina, tash që na do. A ku jeni të jetu? Me një dhëmë tybe. Qatë? Qatë kejtë? Po flejnë, po hojnë, po pina. S'po ki më mësi. Kjo që 5 vite në kënë smut, pi kanë cejrit, qa me po? Ama shkalla parë, edhe besej Arben
do të me gjetë forësën. Shohë dhe zotit tash një po bajke në saj, s'kisha marë. Gjishtë me vështetë për mu dhe s'kisha marë. Si raste mërzia të lodhë më tepër. E ti du të me lonë krejt njëherë mi hekë mërzite, halët e dertet, e mu marë veç me që ato me thonë ka më shnosh edhe pikë. Apo më në mjë përbalu, që shpo përjetojnë vajzat. Vështirë për shatë zëtëne, edhe për mu më shumë vështirë, kur për shatë kështu. 3 vajzët vëgla, shumë vështirë vëlloj. Me ndimë sociale, a me blek ti i kërë, 13 vëgëllë. Sa vjeti ka vajza ma madhe? Vëlloj, 6 vjetë edhe binake, 2 kam, 5 vjetë i kanë. Ja, të ku përshuim për mërzitin që shtë, që më rohë. Arben, qëka ju pruni të Halili? Unë të Halili më ka prunë mas shumë të një këllëmi kukë me di që është jemi. Një dhe me sa për qaja di që është e imja. Se nuk ka mundësi me maru në njerë për njerë nuk mëj me punu, nuk shpresaj njerë për njerë ju. Zotit në ka ndërë tonë, në zëdijet, po për momentin nuk mëj me punu që me thua të baj dhe shkara në shpije, nuk ka shansë. Me thot, një këllëmi kukë me pas kush ka mundësi më më një kush s'ka apet me bërë s'ma ka. Me pas një këllëmi kukë, e di që është e jamja. Qëto, kisha pas dëshirë një, me pas mundësi, kush ka mundësi një, kush s'ka. Pse po insiston një këllëmi kukë, Arben? Pse di që nuk mëj me qëto kushte me maru shpikur. Po në shpita më kur. Me hongër pijë të qysh njëri e petë, kish kalu me pas shpine vetë, po bjellane. Ma shpi me marrua problem, se me kësë mujë së pjadel, ketë milion vesh për barë nësë pjadel, e leje ma hargjë shpise këtë sene. Ta është falë më ka një mu shumë se problem. Po kërë mi kukë, është tjetër sa kresuja qaja. Ki qef me pa vajzat në shpitre? Qysh kam qa? E thpinja për ta kushtu në kajtë. Po e të se kësha pas gojle. Po thpinja. Po më nëna me gjetë fjallë me ju thonë dishka, po veç po ju thëmë ju e i rini e dashër. Prindi, i sprovum me smundje të ranë, halë derë të siklete për me i siguru i laqët edhe terapit, në që gjendje i smurë, vjen këtu në studio, njëra atu fëmijët veç. Zotin e falët. Në hak të prindve, se cili prej neve dhe kur hakët së një dalëm. Arben, unë sot kam do musafirë këtu në studio. Ata musafirë janë Bekimi dhe Blerina, bashkërt. Bekim dhe Blerina Sulejmani pra janë nga Lugina, se di Bekim a kështë mujtë më ardhe i këtu në studio. Hajde. Bekim që shi. Mirë se kjanë. Aja mirë. Mirë, fander. Si e? Mirë. Kushu Bekimi? Përshëndetje, a i mirë? Mirë, fander, jo. Unë jam Bekim Sulejmani, jam pikrish nga Kosova Lindore, nga Tërnovci jetoj në Zvicër. Okej. Bekim është hera parë që ti po merë pjesë. Po, është hera parë që dalë. Kështu. Nuk e prita, po. Si surpriz pak për mua. E dëgjove Po. historinë. Po. Qa kime i thonë Bekimit?
Mi u thonën, Zoti ju një moftë më së pari për smundjen, kështu që për galin e shtëpisë s'ki nevojë më brengos. Duhet marrë përsi për bashkë me bashkëshortën. Kështu që juve ju ka sprovu ka kjo anë. Inshallah Zoti ju në mon, unë e jam me fat që më ka sprovu me shumë të mira, kështu që du me u shpërbli. Bekimi dhe Blerina janë donatorët e vetëm shtëpisë juaj. Bekim po bosh me shtëpi, ti bashkëshortja dhe vajzat. Faleminderit shumë. Arben. Bekimi po do më ta bo përhaj, Bekim bëni Arbenit përhaj. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit inshallah Zoti gjithmonë trunë. Faleminderit. Zoti të përbleft inshallah. Shumë faleminderit për juve spitalet. Përhaj. Faleminderit shumë. Bekim, Zoti kur mos fut, Zoti Zoti shpërbleft. mos i hop të kurrë inshallah. Hajde. Punën dashta mi shtuava, nuk jam më me fol me shifër, Po më ka dush me fol. Du mi shtu edhe 5.000 euro për plus shtëpisë për Faleminderit shumë. Edhe 5.000 euro përveç Faleminderit shtëpisë. Zoti të përbleft inshallah. Por mi nejt gati shëndetit, ilaçeve, vajzave, këtë nevoja Faleminderit shkaktin. inshallah. Bekim, ule që tu, ule, mos rrinë kom, Arben. Apshe që Zoti qënë se bepa. Shpia po të bohat. Shumë faleminderit. 5.000 euro për mos me ngushtu kërkën tjetër, mi da për terapim tënde. E vetëm jasen që na nuk muj me bosh në dorën tënde, që ajo forca me thonë, unë kam mosh nosh, edhe kam e marrë vetën, inshallah ki ymrin e Zotit ta falë shnetin e ta qit ilaqin e të shërof. Inshallah Zoti rumë krejt. Edhe juve. Me gajle shtes, po kthehi të shkarku më shumë që ato preokupimi për që ato që e ardhë, që ato e morë. Unë e falenderoj Bekimin edhe Blerinën. Blerinë inshallah Zoti është problem fëmi, e në familje, na qështu raste kemë gjdo ditë. Inshallah Zoti rrumë. Po shëqër Zotit kena Bekima dhe Blerina shumë, që mbi 2.000 shtëpi janë bon falë njerëzve si këta e Zotit kur mos ju hudë. Arben, unë kam një lutjet e ti, që ta Bekim edhe Blerin edhe familjen e tyne, e pak edhe mu e stafin, mos në harron lutjet e juja. Jo, mos të harron, inshallah, Zoti ju rumë krejve, sidomos përgjithësi çdo kohë që ka mundësi kështu e një më dikujna. Inshallah Zoti kurse se hub, ja jep gjithmonë. Amen. Ti faleminderit për ti çdo kujna, se na shtava pa ty, se nëse së një shoras këtë nësë teja, se që shkoj këto punë, ju e dini më mirë, ty të falenderoj shumë. Inshallah Zoti ta falë shnetin. Inshallah, faleminderit. Me përqafni qikat shumë. Faleminderit. Ju bani shumë selam. Ama jo, Arben, na nuk po dojmë me mërzia, ju këni me shumë një lajmë të gëzushëm të shpia, edhe ato sigurisht me zi e presin, me pas dhomën e tyne, krevatat e tyne, ngrotësin e tyne, edhe me kalu ditët që shumë më mirë me ambient krejtëria dhe me sënë krejtëria. Kjo është mërgata jonë e dashur, Bekimi Blerina, shumë Bekim e Blerina tjerë, ku do që jeni mërgat knaqin vendlindje, Zoti ju knaq me familjet e juja, me të vërtet, Zoti është përbleft. edhe para lufte, edhe gjatë lufte, edhe tash mas lufte, su lodh kur, duke dhanë nga djersa nga kafshata juj. E kjo në kandartë Zotit peshan shëmëran. Allahu ja u letësov gjdo sprovë në këtë botë, edhe Allah ju gradof në gjenetet më të larta nesër në botën tjetër. Zoti ju rujt e ju shpërbleft, unë po e mbylli qëtu emisionin, mas neve, gjithë ju që keni dëshirë mu
harnu me familjet nevojtare, me donacionet e juja, i keni mundësi që do të shpalosin masi e mbyllëm në këtë emision. Edhe njëherë në emër tim, në emër stafit, në emër të Arbenit, po dalë kënej tash dhe kem edhe Blerin faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft, Arbeni Allah e të shëroft, e të forcoft, e të bon prej atyne që jepin. Inshallah Zoti të shtën bereqetin e të falshënetin. Halili dhe stafi ju përshëndesim edhe lutim Zotin kur mos ju humbë shihemi të pranë të nashme.